Thonë se dita e dasmës duhet të jetë dita më e shenjtë në jetën e një gruaje. Për Elira Hoxhën, ajo ditë u kthye në një poshtërim publik. Në shkallët e katedrales, burri që ajo dashuronte zgjodhi pushtetin mbi besnikërinë. Familja e tij nuk e anuloi thjesht dasmën, ata shkatërruan dinjitetin e saj para të gjithëve. Por ajo që nuk dinin ishte se kush ishte ajo në të vërtetë. Dhe kur e vërteta hyri nga ato dyert, nuk përfundoi vetëm një ceremoni. Ajo rrëzoi një perandori të ndërtuar mbi arrogancë. Para se të kthehemi pas, në fillimin e gjithçkaje, më tregoni në momente nga cili qytet po na ndiqni dhe abononi në kanal që të mos humbisni histori të fuqishme si kjo. Tani, le të kthehemi në fillim. Elira Hoxha u rrit në një lagje të qetë të Elbasanit, ku mëngjeset nisnin me zhurmën metalike të grilave të dyqaneve dhe lëvizjen e largët të makinave drejt qendrës së qytetit. Shtëpia e familjes së saj qëndronte pas një porte të thjesht hekuri, të lyer me ngjyrje shile të errët dhe gjithmonë e mirëmbajtur. Nuk ishte shtëpi që të binte në sy. Ishte e fortë, funksionale, e rregullt. Muret mbanin vetëm disa fotografi familjare të vendosura me kujdes. Asgjë brenda saj nuk tregonte për fuqinë financiare që e mbështeste në heshtje. Babai i saj, Arben Hoxha, lëvizte në jetë me përmbajtje të plotë. Ai zotronte kontrata transporti dhe logjistike që lidhin korridore tregtare rajonale, por në shtëpi nuk fliste kurrë për shifra. Vishte të njëjtin pallto çdo dimër dhe drejtonte një makinë të zakonshme, pa asnjë shenjë dalluese. Në Elbasan, ata që lëviznin në qarqe biznesi e njihnin emrin e tij, por pak mund të thoshin më shumë për të. Në tryezë nuk përmendeshin tregjet apo investimet. Ai pyeste për librat, për leksionet, për mënyrën si ishte përdorur dita. Besonte se një dinjitet ruhet në heshtje dhe se forca provohet me vazhdimsi, jo me zhurmë. Arbeni i kujtonte shpesh vajzës së tij se pasuria nuk duhet të ndryshojë qëndrimin. Fliste qetë dhe nuk përsëriste veten. Nëse e njeh vlerën tënde, thoshte duke palosur pecetën pas vakti, nuk ke nevojë që të ta konfirmojë askush. Fjalit e tij kishin pesh pikërisht sepse nuk ishin të tepruara. Mirela Hoxha, nëna e Elires, mbante ritmin e shtëpisë. Të dielave kuzhina mbushej me aromën e byrekut me spinaq dhe djathë të bardhë, të pjekur ngadalë derisa sipërfaqja merrte ngjyrë të artë. Një tenxhere me supë perimesh zjente lehtë mbi sobë, ndërsa kosi trash dhe ullinj vendoseshin me kujdes mbi tavolinë. Vaktet përgatiteshin pa nxitim dhe haheshin pa shpërqendrime. Mirela besonte se një shtëpi e qetë krijon mendime të qeta. Lëvizte në kuzhinë me duar të sigurta, rrallë ngrinte zërin, duke mësuar përmes shembullit. Elira u rrit në atë disiplinë. Çdo mëngjes rregullonte shtratin para se të nisej për në shkollë. Fledoret i mbante të sistemuara sipas lëndëve dhe datave. Në mbrëmje studionte në tryezën prej drurit të dhomës së ndenjes, jo nga frika e dështimit, por sepse përpjetja ishte bërë natyrë. Lavdërimet nuk ishin të shpeshta, por besimi ishte i vazhdueshëm. Prindrit nuk e kontrollonin me imtësi, ata prisnin përgjegjësi. Pas përfundimit të gjimnazit, Elira u regjistrua për ekonomi dhe administrim biznesi në Prizren. Largimi nga Elbasani ishte i qetë. Mirela i përgatiti ëmbëlsira shtëpie për udhëtimin dhe i rregulloi shallin para se të dilte nga dera. Arbeni vendosi dorën mbi shpatullën e saj dhe i tha të përqendrohej te kuptimi i sistemeve, jo te memorizimi i përkufizimeve. Nuk pati skena dramatike, vetëm pritshmëri. Në Prizren, ajo mori me qira një apartament të vogël pranurës së vjetër prej Guri. Ndërtesa ishte e vjetër, me shkallë të ngushta dhe fqinj që përshëndesnin me mirësjellje, por pa ndërhyrje. Brenda, ajo e sistemoi hapësirën me kujdes. Një tavolinë e thjeshtë prej druri qëndronte pranë dritares, ku drita e pasdites binte mbi fletoret e saj. Një raft librash mbante tekstet universitare dhe disa romane. Kuzhina kishte vetëm gjërat e nevojshme: një ibrik, 2 pjata, një tenxhere të vogël, një kavanoz me çaj mali. Nga balkoni i ngushtë shihej një rrugicë e qetë, ku fëmijët luanin në mbrëmje dhe burrat e moshuar diskutonin politik në stolat pranë. Ritmi i saj ishte i rregullt. Leksione në mëngjes, bibliotek pasdite. Zgjidhte gjithmonë një tavolinë pranë rafteve të ekonomisë dhe hapte fletoret me përpikmëri. Nuk nxitonte mbi materialin. Ndalonte për të lidhur teorinë me tregun real.
Profesorët nisën ta vërenin për qartësinë e pyetjeve. Nuk fliste shpesh, por kur fliste, mendimi i saj ishte i matur me praktik. Ndërsa shumë student kalonin mbrëmjet në kafene më të zhurmshme në qendër, Elira preferonte një lokal të vogël pas shezës kryesor. Kariget e drurit, perdet e çelta dhe aroma e fortë e kafes shqiptare krijonin një qetësi të qëndrueshme. Ajo porosite një macchiato dhe ulej pranë murit, duke lexuar apo rishikuar shënimet. Nuk e shmangte njerëzit, shmangte zhurmën e nepanevojshme. Mbledhjet pa qëllim nuk e tërhiqnin. Askush në universitet nuk e dinte shtrirjen e vërtet të fuqisë financiare të familjes së saj. Kur shokët mendonin se ajo vinte nga rrethana modeste, ajo nuk i korrigjonte, nuk kërkonte përparësi nga mbiemri i saj. Preferonte të vlerësohej për vunën e saj. Në praninë e saj kishte një qëndrueshmëri që të tjerët e ndjenin, por nuk e shpjegonin dot. Fliste qetë, dëgjonte me kujdes dhe reagonte pa nxitim. Qëndrimi i saj mbetej i njëjtë si në lavdërim, ashtu edhe në kritik. E njihte vlerën e saj dhe nuk e shfaqte. Në vitin e tretë, reputacioni i saj akademik ishte bëri fort. Studentët i drejtoheshin për sqarime mbi modele të ndërlidhura ekonomike. Profesorët e rekomandonin për projekte kërkimore. Ajo e pranonte vlerësimin, pa e lejuar të ndryshonte rutinën. Ajo që nuk kishte vënë re ishte se dikush kishte nisur ta vështronte nga ana tjetër e tavolinave të bibliotekës. Jo sepse ishte e zhurmshme apo e dukshme, por sepse kishte një vazhdimsi në lëvizjet e saj, një disiplinë në mendim dhe mungesë shfaqjeje në sjellje. Adrian Kelmendi kishte nisur ta vështronte me kujdes. Adriani Kelmendi hyri në jetën e Elirës pa zhurmë, gjatë semestrit të dytë të studimeve në Prizren. Gjithçka nisi në bibliotekën e universitetit, ku ajo galonte shumbicën e pasditeve duke rishikuar shënime dhe studime rastesh. Tavolinat e gjata prej druri mbusheshin me student në prag provimesh, por ajo zgjidhte gjithmonë vendin pranë dritareve, aty ku drita ishte e qëndrueshme dhe shpërqendrime të pakta. Një pasdite, Adriani e pyeti nëse karrigja përballë ishte e lirë. Zëri i tij ishte i qetë dhe i sigurt, pa imponim. Ajo pohoi me kokë pa e ngritur shumë shikimin nga faqja. Ai u kthye të nesërmen me libra nën krah. Në fillim, bisedat e tyre mbeten akademike. Adriani studionte administrim biznesi dhe mendonte në mënyrë të drejtë për drejtë, fliste për zgjerim, për boshllëqe operacionale, për pozicionim konkurrues, sikur të ishin sfida personale dhe jo vetëm detyra universiteti. Kur i kërkoi mendim për një model zinxhiri furnizimi, ajo i shpjegoi ku parashikimet nuk merrnin parasysh rrezikun real. Ai dëgjoi pa e ndërprer dhe kërkoi sqarime të tjera. Seancat e studimit u bën të rregullta. Ai filloi të sillte 2 kafe nga kioska e kampusit pa e pyetur për porosinë. E kishte vërejtur çfarë zgjidhte ajo. Punonin në heshtje për orë të tëra, duke shkëmbyer komente vetëm kur ishte e nevojshme. Adriani e admironte mënyrën si ajo lidhte teorinë me modelet reale ekonomike në rajon. Elira vlerësonte vendosmërinë e tij dhe prirjen për të vepruar mbi idetë. Jashtë bibliotekës, takoheshin ndonjëherë në kafene të vogla pranë urës së vjetër prej guri. Lumi rrithte qetë poshtë harkut dhe zërat rreth tyre mbeteshin të ulët. Adriani fliste shpesh për ringritjen e biznesit familjar në Gjakov, përmendte ristrukturim, partneritete, modernizim me një siguri të qëndrueshme. Elira shtonte vëzhgjime që i thellonin planet e tij, duke treguar rreziqe afatgjata dhe detaje të papërfshira. Ai nuk e kundërshtonte, përkundrazi, nisi të mbështetej në mendimin e saj. Ti mendon në shtresa, i tha një mbrëmje teksa ecnin pranë lumit. Kjo të bën të dobishme në mënyra që të tjerët nuk janë. Fjala mbeti në mendjen e saj më gjatë se sa duhej. Ajo vendosi ta konsideronte si vlerësim. Marrëdhënia u zhvillua gradualisht. Nuk pati gjeste të mëdha apo shfaqje publike. Hanin darka të thjeshta me perime të pjekura, bukë të freskët dhe ujë mineral në restorante modest pranë qendrës. Adriani e prezantoi me disa miq nga qyteti i tij, duke përmendur gjithmonë së pari inteligjencën e saj. E lavdëronte për qartësinë, disiplinën dhe mendimin strategjik. Rrallë përmendte qetësinë ose qëndrueshmërinë e saj. Kur fliste për të ardhmen, zëri i tij mbetej i sigurt, përshkruante zgjerime në rajon, rikthim reputacioni, ndikim afatgjat. Elira përfshihej në këto plane. Me ty pranë, thoshte ai, gabimet shmangen. Ajo e kuptonte si ishte pjesë e vizionit të tij, por jo qendra e tij. E interpretoi këtë si praktik, jo si mungesë.
Propozimi e rriti pas provimeve, gjatë një fundjave në Durrës. U ulën në një restorant të vogël pranë portit, ku varkat e peshkimit ishin të lidhura për gjatë bregut. Pasditja ishte e qetë dhe deti pasqyronte dritën në mënyrë të zbehtë. Në tavolin kishin peshk të pjekur, feta limoni dhe bukë të ngrohtë. Adriani duke i përmbajtur, por më i vendosur se sa zakonisht. Pasi larguan pjatat, ai vendosi një kuti të vogël kadifeje mbi tavolin. Nuk tërhoqi vëmendjen, nuk ngriti zërin. Ti më bën më të mprehtë, tha me ton të qëndrueshëm. Nuk dua ta ndërtoj të ardhmen pa ty pranë. Hapi kutin. Unaza ishte e thjeshtë dhe e zgjedhur me kujdes. Elira vështroi fytyrën e tij, kishte sinqeritet, por edhe një ndjenjë përfundimi, sikur vendimi ishte marrë më herët. Ajo pranoi. Atë mbrëmje, duke qëndruar në balkonin e apartamentit në Prizren, telefonoi prindrit. Qyteti poshtë ishte i qetë dhe dritat pasqyronten lehtë mbi lumër. Arbeni dëgjoi pa e ndërprer. Kur ajo mbaroi, ai foli me qetësi. Mos e nxito të vërtetën, tha. Ajo e kuptoi si këshill për durim, jo si dyshim. Planifikimi i dasmës nisi shpejt. Adriani e trajtoi procesin me efikasitet. Vendet diskutoheshin sipas reputacionit dhe përshtypjes. Lista e ftuarve u përgatit me kujdes. Bisedat përqendroheshin në organizim dhe paraqitje, jo në emocion. Nuk pati diskutime të gjata për muzikë apo zbukurime. Gjithçka ecte përpara në mënyrë të strukturuar. Elira e pranoi procesin me qetësi, i besonte rrugës që ishte zgjedhur. Megjithatë, nën atë besim, u formua një shqetësim i lehtë. Shikimi i Adrianit mbeti i drejtuar drejt asaj që vinte më pas. Ajo qëndronte pranë tij, i vlerësuar për mendjen e saj dhe e përfshirë në planet e tij, por rrallë në qendër të tyre. Megjithatë, ajo zgjodhi ta besonte si vlerësim. Herën e parë që Elira shkoi në shtëpinë e familjes Kelmendi në Gjakov, e kuptoi menjëherë se asgjë brenda atij ambienti nuk ishte rastësishme. Oborri ishte larë së fundmi, shkurret e krasitura me simetri të përpikt, doreza prej bronzi e derës hyrëse e lustruar me kujdes. Shtëpia ishte e madhe, por e përmbajtur, ndërtuar për të treguar qëndrueshmëri, jo ngroftësi. Çdo dritare kishte perde të njëjta, të vendosura në të njëjtën lartësi. Adriani parkoi me kujdes dhe rregulloi xhaketën para se të zbriste. E pa shkurtimisht. Thjesht ji vetvetja, tha. Fjalët tingëllonin qetësuese, por mbanin një pritshmëri të padukshme. Brenda, ajri mbante aromë të lehtë limoni dhe mishi të gatuar ngadalë. Salla e pritjes ishte e rregulluar me përpikëri. Mobilje të rënda prej druri, porcelani vendosur në distanca të barabarta mbi rafte xhami. Në mur, fotografi familjare me korniza identike. Asnjë rrëmuj, asnjë shenjë spontane. Besnik Kelmendi e përshëndeti i pari. Shtrëngimi dorës ishte i fortë dhe i menduar. Shikimi i vëzhgues, buzëqeshi pa butësi. Mirë se erdhe, tha. Valbona ju afrua me një përqafim të lehtë dhe të matur. Motra e Adrianit, Lorena, qëndronte pranë shkallëve, duke hedhur një vështrim të shkurtër para se të kthehej te telefoni. Kaluan në dhomën e ngrënies, ku tavolina ishte shtruar me saktësi. Pjatat të vendosura në vit të drejtë, pecetat e palosura me kujdes, gotat e kristalit në distanca të barabarta. Ushqimi ishte tradicional, por paraqitur me kujdes. Mish qengji i pjekur ngadalë, byrek me spinaq i prerë në copa të njëjta, oriz me erza të lehta, kos në tasa porcelani. Gjithçka dukej bujare, por atmosfera nuk ishte e çlirut. Biseda nisi formalisht. Besniku e pyeti për studimet në Prizren. Valbona u interesua për prindrit në Elbasan, për punën e babait, për rutinën e nënës. Pyetjet ishin të sjellshme, por të strukturuara për të vlerësuar. Dhe biznesi i familjes suaj? Pyeti besniku me ton të qetë, ndërsa shikimi ju mpret. Babai merret me logjistik dhe zhvillim pronash, u përgjigj Elira me qetësi. Besniku pohoi ngadalë, duke pritur më shumë. Kur ajo nuk shtoi asgjë, ai u mbështet pas karriges. Stabiliteti është i rëndësishëm, tha. Sidomos në martesë, dy familje duhet të kuptojnë nivelin e njëra tjetrës. Valbona shtoi me ton të butë. Është mirë kur një vajzë e re di vendin e saj brenda një strukture më të madhe. Elira mbajti qëndrimin të palëkundur, e kuptoi nën kuptimin por nuk reagoi. Gjatë darkës, Adriani ndërhynte vetëm kur ishte e nevojshme. Ajo sheh gjëra që shumica nuk i dallojnë,
Analiza e saj më ka ndihmuar të rishikoj disa plane zgjerimi. Besniku e pa të birin me interes të ri. Pra, kontribon, tha Besniku. Është një aset, u përgjigj Adriani pa hezitim, e vlefshme në mënyrë strategjike. Fjala mori peshë tjetër në atë dhomë. Valbona shkëmbeu një vështrim me të shoqin. Lorena ngriti zyt për herë të parë me vëmendje. Ëmbëlsira u soll menjëherë. Kadaifi prerë me kujdes në pjata të vogle, kafe turke në filxhan identik. Toni i bisedës u zbut lehtë, më pranues. Kur u ngritën për t'u larguar, shtrëngimi i dorës së Besnikut ishte më i vendosur. Ne e vlerësojmë inteligjencën, sidomos që forcon familjen. Gjatë kthimit nëpër rrugët e qeta të Gjakovës, Adriani duke i kënaqur. Të pëlqyen, tha. Elira vështroi dritat që kalonin në intervale të rregullta. Më miratuan, u përgjigj Elira qetë. Ai nuk foli më. Në të njëjtën javë, në Elbasan, Arben Hoxha bëri një telefonat nga zyra e tij pranë zonës industriale. Ambienti ishte i thjeshtë për nga pamja, por i lidhur me operacione të mëdha. Një tavolinë e gjerë prej druri, dokumente të sistemuara me kujdes, një hartë rrogësh portale e vendosur në mur. Besniku u përgjigj menjëherë. Arbeni foli drejt për drejt, përshkroi një mundësi të madhe logjistike të lidhur me zgjerim portal në Adriatik, kontratë multivjeçare, kontroll shpërndarje rajonale, partneritete infrastrukturale. Shifrat ishin të mjaftueshme që Besniku të ndalonte shënimet dhe të dëgjonte me përqendrim. Ka një kusht, tha Arbeni me zë të qëndrueshëm. Vajza ime do ta konsiderojë aleancën vetëm se përmbajtshmëria provohet e denjë. Besniku e kuptoi menjëherë. Martesa si element strategjik nuk ishte diçka e panjohur për të. Nuk pyeti për emrin e vajzës, e dinte tashmë. Kur telefonata përfundoi, ai qëndroi ulur për disa çaste. Mundësia mund ta ripoziciononte biznesin e familjes. Atë mbrëmje thirri Adrianin në zyrën e shtëpisë. Ka një ata-ardhme më të madhe në dispozicion, tha Besniku drejt për drejt, por përmbajtshmëria duhet të jetë e plotë. Fejosja vazhdon për momentin. Ajri në dhëm u rëndua. Jashtë, Gjakova lvizte qetë në qiellin e mbrëmjes. Brenda asaj shtëpie, vendimet që po formoheshin nuk kishin më lidhje me ndjenjat. Ishin çështje leverage, dhe prova e vërtet sapo kishte filluar. Biseda që përcaktoi karakterin e Adrianit u zhvillua pas derës së mbyllur të zyrës private të tatit në shtëpinë e familjes Kelmendi. Ishte mbrëmje vonë në Gjakov. Shtëpia ishte e qetë, punonjësit ishin larguar dhe dritat ishin fikur pothuajse kudo, përveç atij ambienti në katin përdes. Nga dritarja e lartë, dritat e oborit krijonin hije të mprehta mbi pllakat e gurta. Brenda, ajri ishte i rënduar dhe i kontrolluar. Besniku qëndronte pranë tavolinës së punës, me një dosje të hapur përpara. Dokumentet të printuara ishin të shtrira me rregull, grafik të projeksioneve financiare, afate zhvillimi portual, modele zgjerimi rajonal. Adriani qëndronte në këmbë, me xhaketën ende veshur, duke ndjer peshën e situatës në qëndrimin e të atit. Kjo mundësi nuk vjen dy herë, tha Besniku me zë të qetë. Nuk kishte entuziazëm, vetëm llogaritje. Po flasim për kontrata shumë vjeçare logjistike portuale, partneritete infrastrukturore që shtrihen përtej një dekade. Qasje që ripozicionon emrin ton në treg. Adriani u afrua te tavolina dhe kaloi syt mbi shifrat. Numrat ishin mjaftueshëm të mëdhenj për të heshtur edhe sigurinë e tij të zakonshme. Marzhet ishin të gjëra. Ndikimi që nënkuptonin këto kontrata ishte më i madh se çdo gjë që familja kishte arritur në vitet e fundit. Dhe kushti? Pyeti Adriani. Besniku e mbylli dosjen ngadalë. Qartësi publike, fa. Imazhi ynë duhet jetë i harmonizuar para se marrëveshja të ecë përpara. Adriani e kuptoi përpara se fjalët të përfundonin. Nofulla ju tendos lehtë. Fejesa nuk mund vazhdoj, shtoi Besniku. Nuk mund të zbehet në heshtje. Duhet të mbyllet vendosmërisht, publikisht, në një mënyrë që nuk lë hapësirë për dyshim mbi standardet tona. Adriani filloi të ecte përgjatë zyrës. Dyshemeja për i druri përthithte hapat e tij. Nuk përmendi emrin e Elirës, nuk foli për ndjenja, ai foli për perceptim. Nëse anuloi në heshtje, fillojnë spekulimet, dobësi, paqëndrueshmëri. Besniku pohoi lehtë me kokë. Pikërisht. Adriani u ndal pranë dritares dhe vështroi oborrin e errët. Mendja i punonte me të njëjtën disiplinë që përdorte për projekcione biznesi. Rrezik reputacional, komente publike, pozicionim shoqëror.
Çdo skenar vlerësohej në heshtje. Ajo do ta marrë veten, tha besniku me ton të njëjtë. Grasi ajo e bëjnë. Inteligjente, praktike, do të gjejë rrugën e saj. Fjala nuk ishte egërsi, kishte shpërfillje. Adriani i rifilloi të ecste. Mendoi për qetësinë e saj në bibliotek, për mënyrën si i thellonte strategjitë pa kërkuar merit. Mendoi për autoritetin e heshtur të babait të saj. Pastaj, mendoi për madhësinë e asaj që ishte vendosur përpara tij. Kjo ishte trashëgimi. Emri i familjes ishte dobësuar në dekadën e fundit, kontrata të humbura, konkurrent në rritje. Mundësia e re do të rikthente peshën, do të siguronte ndikim dhe stabilitet për breza. Dashuria nuk u përmend. Besnikëria nuk u diskutua. Vetëm rezultatet. Nëse ndodh në dasëm, tha Adriani ngadalë, duke provuar idenë me kujdes. Besniku e pa me vëmendje. Vazhdo. Tregon kontroll, shtoi Adriani. Tregon se korrigjuam një gabim. Mbyll çdo pyetje për përputhje. Shikimi i besnikut u mpreh. Dhe je gati ta bësh këtë? Hapat e Adrianit u ndaluan pranë dritares dhe vështroi oborrin e errët. Mendja i punonte me të njëjtën disiplinë që përdorte për projekcion e biznesi. Dhimbje, kalon. Dëmtimi i reputacionit jo. Ajo vlerëson dinjitetin, tha me zë të ulët. Nuk do të bëj sken. Besniku u afrua dhe qëndroi përballë tij. Atëherë e di çfarë duhet të bëhet. Heshtja që pasoi nuk ishte hutim, ishte pranim. Vazhdojmë, tha Adriani. Në fytyrën e besnikut nuk pati lehtësim, vetëm konfirmim. Ceremonia vazhdon sipas planit. Të ftuarit vinë. Gjithçka duket normale. Vendimi merret në altar. Fjala altar qëndroi në ajër si një pikë fikse në kohë. Adriani nuk e pyeti nëse ishte mirole, nuk e vuri në dyshim umultimin e nënkuptuar. Mendoi për mesazhin, për efektin, për mbylljen strategjike. Ajo do ta marrë veten, përsëriti besniku, si për të vulsillur razynimin. Adriani pohoi një herë. Pas kësaj, jemi të pastër, tha. Pas kësaj, përgjigji besniku. Jemi të pozicionuar. Zyra ra sërish në heshtje. Jashtë, një erë e lehtë lëvizi gjethet e shkurreve të krasitura me kujdes. Brenda, ishte zgjedhur një ardhme. Lart, shtëpia mbeti e rregull dhe e qetë. Në një qytet tjetër, Elira rishikonte vendosjen e të ftuarve për një ceremoni që besonte se do të shënonte një fillim. Ajo nuk e dinte se në atë zyrë, fundi i saj ishte planifikuar tashmë. Dita e dasmës po afrohej pa asnjë shenjë shqetësimi. Ftesa të konfirmuara, salla e rezervuar. Veshja e bardhë dhe herosur me kujdes. Dhe ankthi, ndonse i dukshëm, po afrohej me çdo orë që kalonte. Katedralja në Shkodër qëndronte e lartë në qiellin e zbehtë të pasdites, me muret prej guri që mbanin peshën e dekadave. Brenda, ajri ishte i freskët dhe mbante një aromë të lehtë temjani. Drita hynte përmes xhamave shumë ngjyrësh dhe përhapej butë mbi dyshemen e lustruar. Bankat prej druri ishin mbushur me të ftuar, të veshur me kujdes, zërat e tyre të ulur nga respekti për vendin dhe ceremoninë. Lulet bardha ishin vendosur përgjatë korridorit, të radhiture me përpikëri. Gjithçka sugjeronte dinjitet dhe qëndrueshmëri. Elira priste në një dhomë të vogël ansore. Fustani i saj ishte i thjeshtë, i qepur me saktësi, pas bukurime të tepërta. Flokët i kishte të kapura me kujdes, veloja e vendosur lehtë mbi shpatulla. Qëndroi për një çast në qetësi para se dyert të hapeshin, duke marrë frymë thellë. Në qëndrimin e saj nuk dukej ankth, vetëm përmbajtje. Kur muzika nisi, ajo hodhi hapin e parë drejt korridorit. Tingulli i takave mbi gur u përhap lehtë në hapësirë. Kokat u kthye njëkohësisht. Ajo mbajti shikimin drejt përpara, te Adriani që qëndronte pranë altarit. Ai dukej formal, i përmbajtur, me një shprehje të ftohtë. Kur arriti pranë tij, ai zgjati dorën. Shtrëngimi ishte i fortë, por i ftohtë. Nuk ishte ngrohtësi. Ajo e vuri re, por nuk reagoi. Prifti nisi ceremoninë, duke folur për përkushtim dhe bashkim. Fjalët u ngritën drejt kupolës së lartë. Pa pritur, Adriani lëshoi dorën e saj. Lëvizja ishte e vogël, por e qëllimshme. Një murmuritje kaloi në rreshtat e parë. Nuk mund ta bëj këtë, tha i qartë. Prifti u ndal. Elira u kthye nga ai, fytyra e saj e qetë por kërkuese. Nuk mund të martohem me ty, vazhdoi Adriani. Kjo ishte një gabim. Heshtja ra rënd në katedrale.
dikush lëviz në bank, një kollë e lehtë u shfaq me njëherë. "Çfarë po thua?" pyeti Elira me zë të ulët. "Ti nuk ishe kurrë për këtë familje," tha ai, "nuk I përket këtij niveli." Nga rreshti I parë, shpresa u ngrip ngadalë. "Duhet ta dije vendin tënd," tha ajo me ton të mprehtë. "Ambicia pa status nuk të çon askund." Një gotë ujë u përplas mbi supin e Elirës. Ftohtësia përshkoi pëlhurën. Menjëherë pasaj një tjetër spërkatje, këtë herë shampanjë, e lagur dhe me erë të fortë mbi të bardhën e fustanit. Një dorë tërhon shivelon, duke e shqyer, të qeshurat të pasigurta shpërthyen në hapësirë. Një shtytje nga pas e bëri të humbiste ekuilibrin. Ajo ra në gjunjë mbi gurin e ftohtë. Goditja ishte e fortë, por ajo nuk bërtiti, nuk e mbuloi fytyrën. Duart I vendosin mbi dysheme për të mbështetur. Fustani u shtri rreth saj, I njëllosur dhe e rënduar. Disa të ftuar ngritën telefonat, ekranet ndriçuan në dritën e zbehtë. Adriani qëndronte mbi të, pa lëvizur. "Ishte e dobishme," tha me zë të ftohtë, "por nuk kam më nevojë për ty." Fjalet u përhapën në katedrale si një jehon e rënd. Elira ngriti syt ngadalë. Nuk ishte lot, vetëm qartësi. Në atë çast, dyert e mëdha në fund të katedrales u hapën. Zhurma e drurit mbi gur bëri që çdo kokë të kthehej. Dy figura hyn pa nxitëm. Arbeni dhe Mirela Hoxha ecën përgjatë korridorit me hapa matur. Nuk pati zhurmë, as panik. Prania e tyre mjaftoi për të ndryshuar atmosferën. Nuk nxituan, nuk ngritën zërin. Arbeni arriti I pari pranë Elirës. Pa bërë pyetje, I zgjati dorën. Ajo e mori. Ai e ngriti me qetësi dhe hoqi xhaketën që ja vendosi mbi supet për të mbuluar pëlhurën e lagur. Mirela I rregulloi flokët butësisht, sikur të ishin vetëm. Vetëm atëherë, Arbeni u kthye nga altari. "Emri im është Arben Hoxha," tha me qetësi. Emri u përhap në hapësirë si një njohje heshtur. Qëndrimi I beslikut ndryshoi menjëherë. Fytyra e Adrianit humbi ngurtësinë. Arbeni nxori telefonin dhe u telefonoi. Udhëzimet ishin të shkurtra dhe qarta, pezullim kontratash, auditime të menjëhershme, tërheqje negociatash. Zëri I tij mbeti I njëjtë. Pas pak minutash, oficer policie hyn nga dyert anësore. Hapat e tyre ishin të kontrolluar. U afruan drejt Adrianit dhe besnikut pa zhurmë. Hutimi zvendsoi arrogancën. Adriani u kthye nga Elira, me mosbesim në sy. "Nëse do ta dija," nisi ai. Ajo e ndërpreu me zë të qëndrueshëm. "Ti kujdesesh vetëm kur ka përfitim." Një oficier vendosi dorën mbi krahun e Adrianit. Besniku përpoq të fliste, por autoriteti I tij ishte I shuar. Rreth tyre, të ftuarit ulën telefonat. Spektakli kishte ndryshuar. Elira qëndronte drejt, e mbuluar me xhaketën e teatit. Fustani njëllosur nuk e përcaktonte më. Ajo nuk e ktheu kokën nda turma, ndërsa ecte sërish në korridor, këtë herë me prindërve. Jashtë, ajri dukej më I lehtë. Ajo nuk ndihej fitimtare, ndihej e qartë. Dyert e katedrales u mbyllën pas tyre, duke vulosur fundin e diçkaje që nuk kishte qenë kurrë e barabartë. Kaluan disa muaj në heshtje pas asaj që ndodhi në Shkodër. Videot e regjistruara brenda katedrales u shpërndan për një kohë, u diskutuan nëpër kafene dhe zyra në disa qytete, pastaj gradualisht humbën nga vëmendja publike. Ajo që nuk u zbeh ishin pasojat. Biznesi I familjes Kelmendi u përball me hetime formale pas pezullimit të kontratave dhe kontrolleve financiare. Partneritetet u ndërpren me gjuhë ligjore të kujdesshme. Furnitorët u tërhoqën. Ftesat për aktivitete profesionale pushuan sa Arthuri. Emri që dikur kishte pesh nisi të shoqërohej me hezitim. Adriani përmendej rrallë dhe kur përmendej ishte me një ton të matur. Nuk shihej më si ambicioz, por si I nxituar. Gjesti I tij publik që synonte të tregonte kontroll kishte zbuluar mungesë maturie. Në rrethet profesionale, besueshmëria është e brisht. Kur qahet, vështirë rikthehet. Elira nuk bëri asnjë deklaratë publike, refuzoi intervista, nuk kërkoi të sqarojë apo të kundërshtoi narrativat që qarkullonin. Kur të njohur telefononin për të shprehur indinjat ose mbështetje, ajo falenderonte me mirësjellje dhe e mbyllte bisedën shpejt. Në shtëpinë e saj në Elbasan nuk pati festime, asnjë kënaqësi e shprehur për hetimet që po zhvilloheshin diku tjetër. Arbeni u kthye në punën e tij me të njëjtën disiplinë si gjithmonë. Mirela vazhdoi rutinën e përditshme pa dramatizim. Në Prizren, Elira u kthye në apartamentin pranë urës së gurit. Balkoni I vogël shihte nga kthesa e lumit që rrithte qetë poshtë harqeve të vjetra.
Ajo vendosi librat sërish në raft, në të njëjtin rend si më parë. Çdo mëngjes, kazani i çajit ziente në të njëjtën orë. Ecën drejt universitetit nëpër rrugët e qeta me shtëpi guri dhe dyqane modeste. Profesorët e trajtuan si gjithmonë. Disa i shprehën shkurt mirënjohje për qëndrueshmërinë, pa hyrë në detaje. Ajo ndoqi leksionet, mbajti shënime të rregullta, bëri pyetje të sakta kur ishte e nevojshme. Në bibliotek, zgjodhi vendin e zakonshëm pranë dritares. Drita binte mbi faqet e librave me të njëjtin ritëm të qetë. Nëse ndonjë student e shikonte më gjatë se zakonisht, ajo nuk reagonte. Kishte mbrëmje kur kujtimi i ujit të ftohtë mbi supë i rikthehej papritur, jo si turp, por si konfirmim. Ajo kishte parë qartë kush qëndronte përballë saj. Qartësia kishte dhimbje, por edhe qetësi. Nuk ndihej fitimtare, nuk ndihej e hakmarr, ndihej e lirë. E ardhmja nuk mbante më peshën e një kompromisi. Ajo nuk kishte humbur një mundësi, ishte çliruar prej saj. Fundjavët kthehej her pas here në Elbasan. Drekët e së dielës mbetën të pandryshuara. Byrek me spinaq ose djath, supë ngrohtë në tavolinë. Buka thyhej me dorë. Bisedat ishin të thjeshta dhe praktike. Arbeni nuk e përmendi më ditën e dasmës. Mirela ndonjëherë i rregullonte mëngën, pa fjalë, siç kishte bërë gjithmonë. Heshtja e tyre nuk ishte shmangje, ishte besim. Hetimet mbi biznesin Kelmendi vazhduan në rrugë ligjore. U vendosën gjoba financiare. Disa pasuri u bllokuan përkohësisht. Konkurrentët zunë hapësirën e lënë bosh. Adriani u përpoq të rindërtonte qetësisht, por partneritetet kërkojnë besim, dhe besim ndërtohet mbi reputacion. Pa të, rruga bëhet e ngadalt. Elira nuk e ndoqi me vëmendje atë zhvillim. U përqendrua në përfundimin e studimeve me rezultate të larta. Pranoi një angazhim si asistente kërkimi në analizën e tregtisë rajonale. Raportet e saj ishin të sakta dhe të balancuara. Emri i saj filloi të përmendej për punën e saj, jo për atë që kishte ndodhur në Shkodër. Një mbrëmje në Muzëk, ajo eci veton nëpër rrugicat e Prizrenit. Dyqanet po zhbylleshin, grilat metalik zbrisnin me tingull të njohur. Qielli kishte marrë nuancë portokallie, që shuhej ngadalë në blu. Ura e gurit para saj krijonte një hije të gjatë mbi lum. Ajo u ndal për pak caste në mes, duke vendosur duart në paramërkun e ftohtë. Nuk i rikujtoi fjalit e asaj dite. Ato nuk e përcaktonin më. Ajo që mbeti ishte një mësim i qetë. Respekti që varet nga statusi nuk është respekt. Heshtja nuk është dobësi. Pushteti pa integritet shkatërron vetveten përpara se të shkatërrojë të tjerët. Lumi vazhdonte të rrithte poshtë saj, i qëndrueshëm dhe i qetë. Elira u kthyre drejt apartamentit, me hapa të rregullta. Nuk kishte spektator, as duar trokitje, as shpallje fillimesh të reja. Vetëm një rrugë e hapur përpara dhe bindja se do ta ecte atë sipas kushteve të saj.